Në këtë detyrë si farmacist dhe megjithatë, mjaft rastet e sëmundjeve të pashërueshme I kishte njohur dhe reagimet e njerëzve më të afërt të sëmurë. Tashmë kishte filluar t'i shikonte si diçka të zakonshme, por ai kishte filluar të kuptonte emëruesin e përbashkët të veprimeve të tyre, sidomos tek bashortet. Syt ishin pothuaj me një shikim të njëjtë, të lodhur, të zbetë, dhe kuptoi qartë humbja e shpresës. Kishte ndërto edhe lot të fshehur, që ishin gati në shpërthim. Por eci atyre e lehtë si pa u ndjerë me këmbë sikur zvarriteshin, apo hidhesh si më përtes, ishte gjëja më e dallueshme. Prandaj, tek pa që këmbët e saj u zhdukën ngadalë, pas portës që tingëlloi ëmbël, ati I doli nga shpirti një psherëtim. Njerëzit e shkret vrapojnë, ecin, çapiten, kudo drejt një rruge që nuk e din se kur e ku do të ndaloj. Mendoi I përhumbur. The poor people run, walk, and trample everywhere towards a road that they don't know when or where it will stop. Farmacisti ishte 23 vjeç dhe kishte lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prindrit e tij që vinin nga Shqipëria kishin treguar kujdes në shkollimin dhe edukimin e tij. Ata punonin të dy mbi 12 orë punë në ditë, në për 2 lloj punësh për të arritur dhe shkolluar sa më mirë, dhe ai po jepte rezultatet e tij të para pas përfundimit të shkollës së mesme dhe kurseve për farmacist. Djaloshi ndërkohë ndiqte studimet në mjekësi. Ai ishte rritur me frymën e njerëzve që duhen respektuar dhe ndihmuar kur ata kishin nevojë. I qetë dhe mjaft I komunikueshëm me klientët, ai kishte fituar respektin tek mjekët e spitaleve dhe klinikave të shumta private mjekësore që kishte ai qytet.